Përshëndetje. Ditën e ndjeshme disa media kanë bërë një video publike në rrjetet sociale të Instagramit dhe Facebookut sa për të informuar opinionin publik. Unë s'kam lidhje fare me video me asnjë nga ato që pretendojnë ata. Kështu që edhe ajo Erda Grimci, ajo që është e PD-s, rop në pidh ku t'i kesh Erda Grimci, ti me gjithë ata të Partisë Demokratike na keni rrujt karin, ka që ti të thënë. Edhe muaj Ramazani, edhe gjasme se kur jeni të besueshëm, nuk besoni në Zot. Po të ishit besueshëm në Zot, nuk do shkoshit në xhami dhe ti gjushit njerëzën Molotov. Dhe ato grupet e tjera, ata që kanë gjujt, ti gjetë që gjithë një nga një dhe mërën personalisht me ju. Me ty e da në kushkarin ka boti. Nedja, më do bëk këtë video kamerën, sepse po du me thonë që në lidhje me një tre poste në Instagram, Polik Onar ishte dhe një tjetër news, Liria nuk ishte Liria, ishte dikush tjetër, ishte dhe një portal tjetër. Pikë së pare, kur të merrni informatat, o merreni për smarit, ose mos të bëni publike fare ato. Ma ato tre gjona që jeni bëjo, unë mund të bëj shumë mirë një denoncim për ndjekje. Është shumë mirë t'ju bëj denoncim për prishje imazhi dhe shkaktim dëmi psikologjik. Tash, ma ato mbi shkrime që keni shkrujt ti, ato mediat e tjera që keni bo, merrni informatat e sakta. Dhe sa për ata përfaqësuesit e Partisë Demokratike, unë nuk më thuat kari fare. Jo për atë kurvën, Edën, për nokën e matan aty në qofshit. Shpresoj që i ditë përfundohen dhe që të gjithme si Partia Demokratike. Dhe ishte diçka shumë e bukur. Për mua dhe ishte një adrenalin. Shpresoj që të dalë ashtu, si që do i lutem Zotit për një. Që ta buni provi ju i herë burgun. Se që ashtu nejt i lirë mejta të shkoni të rinjë dhe ju. Se ndoshta i keni lejthit. Nga trut, janë bo njërës bëdalej. Dhe s'din qa bëjnë, shkojnë bas Sali Berishës, qarrat të karit. Si vje zërmën, të qira njërë. Rini shkojnë e mrapa Sali Berishës, për 20.000 lekë. Shkojnë e punane të rini mdilën e Sali Berishës. Do, në gjithë struktura policore. Për qa? Se i ruët të do në ju të vini protest. Pidhe ropsha.